tani studion në Itali, në Universitetin Bocconi. Mund ta njihni si aktivist I cili gjatë viteve të gjimnazit ishte në balë të përpjekjeve rinore për një Shqipëri më të drejtë për bashkëmoshatarët e tij. Ftoj në podium të riun Laert Vasili. Mirëmbrëma demokrat dhe demokrate, qëndrestar të palodhur të demokracisë dhe të lirisë. Mirëmbrëma qytetar të mbar kombit shqiptar, kudo që jeni dhe po na ndiqni. Mirëmbrëma dhe kryetari I Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Unë jam Laert Vasili, ai që deri dje qëndronte para ju si gjimnazist, e sot qëndron si student europian. Prej 4 muaj që jetoj larg Shqipërisë, ku zhvillimet në vend I kam ndjekur vetëm nëpërmjet medias. Sapo dëgjova thirrjen e Partisë Demokratike për protestë kombëtare, kam prerë biletën e parë të avionit për të qenë mes jush, për t'ju bashkuar protestës kundër korrupsionit galopant dhe kësaj qeverisje të papërgjegjshme që kanë bërthyer prej fyti zhvillimin e vendit. Ngjarjet e fundit na kanë treguar dhe një herë në dritën e diellit ato që Partia Demokratike I ka denoncuar me vite. Çdo arrestim I zyrtarëve të lartë ka nisur nga një denoncim I Partisë Demokratike. Nuk është parë në asnjë vend evropian që çdo ditë të merren pandehur një mori zyrtarësh nga më të pushtetshmit në vend. Vetëm në Afrikë, Azi Jugore ose në një ishull të harruar në Oqeanin Indian kemi dëgjuar për të tilla afera. Si mundet Shqipëria në zemër të Europës gjeografikisht dhe kandidate për Bashkimin Evropian politikisht të pretendoj se meriton antarësimin në familjen e vlerave europiane. Shqipëria, ajo që vazhdimisht renditet e fundit në testin ndërkombëtar të PISA-s, e fundit në indeksin e lirisë medias, e para në shkallën e emigrimit dhe e para në indekset ndërkombëtare të korrupsionit, ka patur një herë një kohë një ëndër shekullore për një Shqipëri europiane. Një ëndër e cila u kthye në himnin e studentëve çlirimtar të 90-s dhe sapo vinte po I afroi qëllimit derisa në krye qeverisë erdhi rilindasi. Shqipëria që lam ne renditej e para në rritjen e rrogave, ku ja kalonim dhe fshinjve tanë europian, atyre rumun dhe bulgar. Në vitin 2013, megjithse qeverisja jonë nuk ishte perfekte, njerëzit kishin shpresë për të ndërtuar të ardhmen e tyre këtu, për të formuar familjen e tyre këtu, për të hapur një sipërmarrje ose për të hedhur një hap në jetën e tyre. Mbas 13 viteve qeverisje të rilindjes, sado e fort ka qenë propaganda, ne e shikojmë si e zeza mbi të bardhë ku jemi. Shkolla që mbyllen, administrata tejet e fryrë dhe politizuar. Në çdo zyrë që futemi, gjejmë 3 a 4 punonjës që jam I bindur që as ata vetë nuk e din për çfarë janë aty, përveç se të votojnë parti shtet. Emigrimi masiv me largimin e 1 milion shqiptarëve, shpopullim masiv. Por si mundet një I ri të shikojë të ardhmen e tij këtu, kur ka një mungesë theksuar të meritokracisë, ku punët ndahen në administrat sipas devotshmërisë ndaj partisë, ku për të blerë një apartament është e pamundur për një të ri të thjesht, e kur tregu botror ecën me hapa të shpejt, ndërkohë në Shqipëri gjen vetëm punë krau. Nga ndërtimin hoteleri e rëndom si kamarier. Shqipëria mund të jetë vendi I vetëm në Europën në botë ku kamarierët kanë diploma universiteti e drejtorat janë pa shkollë. Me mira të rinj, të ndershëm, ekselent dhe të aftë, janë detyruar që kanë ikur drejt një bote tjetër, një bote demokratike, ku mundi se cilit është vlerësuar. Dhe ata nuk kontribojnë atë dhe, por në diasporë. Pikërisht ata do të ishin një kontribut shumë I vlefshëm, sepse kanë treguar që në tregun ndërkombëtar ja kanë dalë. Korrupsioni është kthyer në sistem dhe ka marrë formën piramidale, nga kreu I qeverisë deri tek nëpunësi më I thjeshtë. Dëgjojmë nga dhënat e prokurorisë speciale që flitet për afera me qindra miliona euro, të cilat janë përfituar nga zyrtar pa kryer asnjë punë. Po mirë më, menduam se Erion Velia ishte monstra e korrupsionit dhe me inceneratorin fantazëm që glabron miliona euro, po pas Erion Velia dolën dhe një band me drejtora, çuna të rinj, të cilët vjedhjen e kishin kthyer në biznes, ku afera e tyre për llogaritë deri në 50 milionë euro. Dhe mbas Veliajt na del dhe Akshi,
një aferë mbi 700 milion euro në 13 vjetë rilindje. Dhe po të flasim për Belinda Ballukun, nuk mund të rri pa mu kujtuar ajo Barsaleta e famshme, ku një ministër gjerman takohet me Belinda Ballukun. Shkon Lubia në vizitë zyrtare në Bavari dhe pyet ministrin, që kishte një vil një kaçë, ore, ti si e ke bërë të pasurit? Thot Gjermani se ka pasur stërgjyshin avokat dhe vetë me punja ka dalë. Dhe i kthehet ministri Gjerman Belindës dhe e pyet, po ti çfarë pasuri e ke? Lubia i thot se deri tani Spaku i ka gjetur vetëm 300 apartamente dhe 2 jahte. E pyet Gjermani, po ti si i ke bërë këto? E i kthehet Lubia. I shikon ato 2 urat e tuneli Llogaras? I kthehet Gjermani, thot, aty nuk ka ura. E po ja ku janë parat e apartamenteve të mia. Ndoshta ne kemi qenë opozitë dobët. Por sa do të dobët kemi qenë ne. A i jep kjo të drejtë Edi Ramës vjedhi zgjedhjet? A i jep kjo të drejtë Edi Ramës të vjedhi buxhet në shtetit? Ja ku del prap që këto vite jemi mbuluar nga propaganda e atyre. Por e vërteta vonon, por nuk harron. Ne kemi qenë dhe mbetemi në anën e durë të historisë. Ne jemi mishërimi në vizë studentëve të 90-s. Ne jemi patriot, pro familjes, pro liris individit, dhe mbi të gjitha ne jemi të ndershëm. Ne jemi ardhmja, ne jemi ndryshimi, dhe ne do ta çojmë Shqipërinë në Europë. Edi Rama sot është vetëm i vetmuar mes parave të vjedhura dhe luksit, por përlitet si peshku pa ujë. Është misioni ynë ta çojmë deri në fund detyrën që ne kemi nisur. O sot o kur, të qëndrojmë besnik vlerave të lirisë, të familjes, të demokracisë, sepse fundi i kësaj qeverie është shumë afër. Demokrat, pritëm 13 vjet. Prandaj, na ka ngelur që këto muajt e fundit të mos t'i ndajmë protestës si mjeti joni vetëm për të larguar këtë qeveri, për të sjellë ndryshimin në Shqipëri. Kërkesat tona janë të qarta. Qeveri teknike, zgjedhjet parakoshme. Ne do të fitojmë për ta bërë Shqipërinë më të mirë, për ta bërë Shqipërinë më të begat, të rikthejmë mbi tanat dhe i bëj thirrje çdo njeriu të ndershëm në këtë vend, i majta i djathtë nuk ka rëndësi. Bashkohuni me Partinë Demokratike, besoni tek ne. Ditë më të mira po vinë. Ëndra e një Shqipërie madhështore është gjallë këtu mes nesh. Zoti ju bekoft ju, Zoti bekoft demokratët, Zoti bekoft shqiptarët. Fitore, fitore, fitore. Vëllezër dhe motra, ju lutem.